komente për këtë që pam sot në veri? Po kjo dëshmon edhe në herë bën që për krimet e rënda që i ka bërë Serbia në Kosovë, edhe tregon që Serbia, domethënë është një shtet i cili nuk ka kursy, domethënë ka bërë luftë poshtër, luftë flesht, nuk ka kursy as intelektual, se këto një pjesë e madhe e tyre po duket që janë intelektual të qytetit të Mitrovicës. Edhe ajo që e tha avokati, mirë është tash në krejt këtë tragjedie, në këtë fatkeqësi është mirë për shkak se ata familjarë që kanë qenë pritje që 27 vjet po vohen, që 27 vite, spaku të din ku i kanë varrezat e më të dashurve tyne. Po unë po besoj e po shpresoj që për shkak se ka shumë dyshime për shumë varreza tjera, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Serbi, në për lokacione ku shteti sërb në bazë disa informacioneve që na ka rënë neve si gazetarë me ditë, kanë ndërtu edhe pistat aeroporteve bujqësore mi ato varreza. Domethënë duke tentu me im shef krimet të cilat i kanë bë. Dhe unë po mendoj që kjo është spaku një lehtësim i vogël për ata familjarë që tash e din pak a shumë. Unë po shpresoj edhe po uroj që mu gjetë edhe tjera, domethënë tjera të viktima të luftës, cilat nuk dihet sot dhe 27 vjet se ku janë. E Serbia e din edhe i din pikat, me hartë i din pikat se ku janë të varrosur ata, ku janë ato varreza masive. Mirë, patën ndonjë informacion shtesë tek gazeta politika për këtë që ndodhi sot në veri?